deshën më shumë se 4 muaj që prokuroria e krimeve të rënda të sillte para gjykatës asetin më të çmuar të hetimit të saj. Dëshmitarin kyç që pretendon se ka parë në vend ngjarje ekzekutorët e dëshmorit atë dheut, kryekomisar Dritan Lamaj. Pas dështimit të një pasnjëshëm të disa seancave me radhë, më në fund, dëshmitari i marrë në mbrojtje nga prokuroria u shfaq në sallën e gjyqit para ditën e 22 tetorit 2014 nëpërmjet një videokonference. Tropojani Fatmir Vladi, ish pjesëtari i repartit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë 712, dëshmoi në një seancë me dyert të mbyllura për mediat i kamufluar, me identitetin e ndryshuar Arben Doka. Dëshmitari i mbrojtur, edhe pse ju dekonspirua emri i vërtet nga i pandeuri kryesori i çështjes Arben Froku, i qëndroi deri në fund dëshmisë së tij të dhënë para prokurorisë. Ai akuzoi Arben Frokun si njeriu e dyshuar për autorsinë e vrasjes së kryekomisar Dritan Lamajt. Fatmir Vladi deklaroi para gjykatës se e ka parë të akuzuarin Arben Froku, duke drejtuar autoveturën tip BMW me ngjyrë gri metalizato dhe me targa të Durrësit DR 1944F, nga e cila u qellua për vdekje kryekomisar Lamaj. Edhe pse ngjarja ka ndodhur më 24 shkurt 2013, proces verbal i deklarimit të dëshmitarit të mbrojtur nga ana e prokurorisë së krimeve të rënda është marrë 2 muaj më pas, më datën 18 prill 2013. Duket pak sa e çuditshme që policia dhe prokuroria nuk e kanë identifikuar këtë dëshmitar qysh në momentet e para, aq më tepër kur ai pretendon se ka qenë vetëm 15 metra larg vendit të ngjarjes. Vetëm 3 orë pas atentatit, policia shpalli në kërkim biznesmenin Arben Froku dhe emri i tij u publikua në media. Por dëshmitari okular i kësaj ngjarje u paraqiti në polici gati 2 muaj më pas, për të dëshmuar në këmbim të shpërblimit për $100.000 është ofruar nga shteti shqiptar. Në deklaratën e tij para gjykatës, dëshmitari i mbrojtur tha: Ditën e ngjarjes mbaj mend se ka qenë data 24 shkurt 2013. Ishte ditë e diel. Unë rreth orës 18 po bëhesha gati të dilja nga shtëpia për të bërë një xhiro me bashkëshortën time në këmbë deri te diga e liçenit artificial. Kur isha duke u veshur mbaj mend që ikën dritat dhe kanë vonuar rreth 5 minuta. Pastaj kanë ardhur përsëri. Pasi erdhën dritat, unë kam dalë nga shtëpia së bashku me gruan time. Nuk isha as 5 minuta që isha larguar nga pallati im dhe kisha arritur te rruga ku ndodhi vrasja e Dritan Lamaj. Po tentoja të kaloja nga njëri trotuar i rrugës në tjetrin, kisha kaluar një kabinë elektrike apo interneti që ndodhet në trotuar dhe mbrita pranë 2 shtyllave karshi me supermarketin, që i thon supermarketi Koçarit, në trotuarin në krah të kundërt të supermarketit. Në këtë kohë kam dëgjuar breshëri krismash armë zjarri. Fillimisht kam dëgjuar 4-5 të shtëna e pastaj një breshëri tjetër më të gjatë. Kam parë zjarrin e armës të dalë nga krahu i shoferit të një makine tip BMW, por nuk jam i saktë të them nga dera e shoferit apo pasagerit të saj. Ndodhesha rreth 15 metra larg autoveturës tip BMW me ngjyrë gri metalizato, që kishte targa të Durrësit DR 1944F, të cilin e kam të fiksuar nga ajo ditë. Kur përfundoi breshëria, makina BMW erdhi në drejtimin tim. Unë u shmanga nga rruga dhe u futa në mes të 2 makinave të parkuara. BMW-ja startoi me shpejtësi të madhe dhe mori drejtimin për të dalë te kryqëzimi i Shiaksburgut. Në kthesën pranë vendit ku ndodhesha unë, kam parë që nga shpejtësia e madhe, goma e parë e krahut të djathtë të makinës ka goditur trotuarin dhe pastaj ka hyrë përsëri në rrugë dhe ka vazhduar me shpejtësi në atë drejtim lëvizjeje. Edhe sot dallohet shenja e gomës e lënë trotuarin e rrugës. Në momentin kur makina ka kaluar pranë meje, unë kam dalluar që në ato mjet kanë qenë 3 persona. Sipas dëshmitarit të kamufluar me identitetin Arben Doka, këta 3 persona ishin të ulur, njëri në timon, njëri pasagjer në vendin e parë dhe një tjetër i ulur në sediljen e pasme. Personi që ishte ulur pasagjer në vendin e parë të makinës ishte me maskë të zezë në fytyrë dhe në trup mu duk shumë i vogël. Edhe personi që ishte ulur në sediljen e pasme të makinës ishte me maskë të zezë në fytyrë, edhe ky mu duk i vogël në trup. Shoferi ishte një person, i cili fytyrën e kishte të mbuluar me maskë. Në kokë do të ketë pasur një kapuç ose një maskë të ngritur, por di të them që fytyrën e kishte të zbuluar në momentin që e kam parë unë. Ky person ishte i madh në trup dhe i shëndetshëm. Fytyrën e tij e mbaj mend shumë mirë. Unë këtë person e njeh shumë mirë dhe di të them se është Arben Froku. U habite që ky person të bëjë një veprim të tillë, pasi di që është biznesmen i fuqishëm dhe i shoqërisë. Veç Arben Froku, 2 personat e tjerë nuk i kam njohur. Di të them që 3 ishin të veshur me veshje me ngjyra të errëta. Në krahasim me trupin e Arben Frokut, ata 2 të tjerë, siç thash, ishin më të vegjël në trup, e sidomos ai që ishte ulur në sediljen e parë të pasagjerit. Kam shoqëruar në ecje sipër makinën derisa është larguar nga vendi i ngjarjes. Pasi siç thash, makina erdhi në drejtimin tim dhe ishte gati të më shtypte, po të mos shmangesha. Pas jam kthyer, jam afruar tek automjeti tip Lancia që kishte mbetur në rrugë.
Atje kam parë që makina ishte dëmtuar nga shumë plumba dhe për njerëzve kam marrë vesh se ishte vrarë shefi komisariatit të kombinatit Dritan Lamaj. Unë vetë nuk e kam parë Dritanin, pasi jam mbledhur shumë njerëz aty. I pyetur nga prokurorët e çështjes, në ka parë armë në duart e këtyre personave, dëshmitari thotë: Unë kam dëgjuar krismat e armës që kanë dalë nga autovetura tip BMW. Ndodhesha 15 metra larg saj dhe si shpjegova, të shtatë ishin automatike dhe të fuqishme, kur makina është afruar tek unë, nuk u kam parë armë në duar personave. Kjo është dëshmia kur prokuroria e krimeve të rënda ka vendosur gjithë shpresat e saj për të provuar para gjykatës se njëri nga ekzekutorët e vrasjes mafioze të kryekomisar Dritan Lamajt është biznesmeni Arben Froku. Unë kanë thash, kanë prova shkencore se unë s'kam kënë fare në Tiranë. Kam GPS-in e makinës, kam 2 telefonat e funit, iPhone 5, Nokia Luna, që ato nuk lanë me rrejnë 2 metra katror. S'ke shans. Por ngjarjet u zhvilluan nga mbrëmja e të dielës së 24 shkurtit 2013, kur ndodhi atentati, e deri në paraditën e 22 tetorit 2014, kur dëshmitari i mbrojtur paraqit para gjykatës, kanë ngritur disa dyshime të mëdha. Pse një dëshmitar okular në vendin e ngjarjes u paraqit me 2 muaj vonesë për të dëshmuar në polici, në këmbim të shpërblimit prej $100.000? A është e mundur që ai të ketë krijuar një dëshmi bazuar me detajet e hollësishme të publikuara nga media me njëherë pas ngjarjes dhe të jetë paraqitur në polici vetëm për të përfituar shpërblimin? Mbi çfarë provash e ka verifikuar grupi hetimor vërtetësinë e deklarimeve të dëshmitarit? Faktin që ai është ndodhur pikërisht pranë vendit të ngjarjes në momentin e krimit. Erdha për të shprehur ngushëllimet e mia më të sinqerta, nderimin tim më të madh për rënien në detyrë të komisarit Dritan Lamaj, njëri nga oficerët komisarët e shqur të policisë së shtetit shqiptar. Ky akt kriminal, ky akt barbar, do të marrë të gjithë ndëshkimin e meritur ligjor. Qeveria do mobilizoj çdo burim, çdo mundësi që autorët e këtij akti të shëmtuar të përballen me drejtësinë dhe të gjithë rreptësinë e ligjit shqiptar. Deklaratat e drejtuesve më të lartë të shtetit shqiptar dhe policisë së shtetit, menjëherë pas ngjarjes, se do ta zbulonin në korrekord krimin, u shoqëruan nga një politizim i tejskajshëm i saj. Faktikisht e treta herë në një kohë jashtëzakonisht shkurtër që ne vim këtu për t'i dhënë lamtumirën një shërptori të shtetit, një komisari. Është e treta viktimë e krimit që e ka vënë përfund shtetin dhe është e treta dëshmi ulëritëse e domosdoshmërisë për të kthyer shtetin në krye detyrës. Policia është e braktisur, policia është e tradhtuar, policia po rënohet dita ditës dhe përkushtimi dhe heroizmi i gjithë atyre shqiptarëve të ndershëm që në uniformën e policit bëjnë gjithçka munden për të shërbyer shtetit dhe për të shërbyer qytetarëve është i pa mjaftueshëm në rast se nuk mbështetet nga një qeveri dhe një shtet që është i vetëdijshëm për çka duhet bëj dhe që respekton kushtetutën, ligjin, liritë, të drejtat e qytetarëve. Akuzave të opozitës së majtë se mazhoranca e djathtë nuk ishte në gjendje të garantonte rendin dhe sigurinë publike, ju shtua edhe publikimi i disa fotove kompromentuese, ku i dyshuari kryesor shfaqej duke drekuar në shoqërinë e elitës drejtuese të policisë së shtetit. Kaq mjaftoi që opozita të paqësonte për implikimin në këtë ngjarje të rëndë, ku polën drejtuese të policisë së shtetit.
Kuvendi i Shqipërisë ta kishte filluar seancën me 2 minuta heshtje në nderim të atij punonjësi shteti të vrarë për shkak detyrës. Është turp për parlamentin që të sillet sikur s'ka ndodhur asgjë, ndërkohë që në Shqipëri sot është një siguri publike të rënduar. 2 minuta heshtje i meritonte nga parlamenti shqiptar ai punonjës shteti. Në ka një mënyrë të sigurt për të garantuar që krimin nuk paguan, ajo sigurisht do ishte ta lije qeverinë të udhëhiqte krimin. A është ky rasti? Dhe unë besoj po. U bë publike kjo foto. Foto e 4 drejtuesve më të lartë të policisë të shtetit me njeriun që sipas policisë së shtetit është i akuzuar i kryesor për vrasjen e komisarit Dritan Lamaj. Sigurisht kam pasur mundësi ta njoh, se ka qenë në detyrë në zonën time, në kombinat. Ajo që mendoj është se kjo fotografi është dëshmia më e qartë e asaj që kemi thënë më shumë se një herë. Se policia e shtetit është e tradhtuar. Kjo është dëshmia më e qartë e asaj që kemi thënë më shumë se një herë, se oficerët e policisë shtetit në përballjen e tyre me krimin në rrugë nuk kanë kundër vetëm botën e krimit, po kanë kundër dhe ministrat, kanë kundër dhe qeverinë, kanë kundër dhe prorët e tyre, kanë kundër këta. Arrestimi të dyshuarit kryesor, Arben Froku, dhe dy të afërmve të tij vetëm 8 orë pas atentatit nga policia greke në një hotel të Selanikut, dha shpresë se kjo ngjarje mund të zbardhej shpejt. Po, ti ke frikë nga Agron Kuliçi, zoti ministri i Brendshëm. Ti ke frikë dhe ke që dje që fshihesh dhe nuk del në asnjë ekran televizori dhe t'japi shpjegime përse nuk i shkarkon këta 4 barkdera. Keni 24 orë që keni inspiruar një fushat të gjerë politike për të denigruar procesin, për të dëmtuar procesin e hetimit dhe për të shkatruar procesin e hetimit. E keni bërë ju për arsyet tuaja. E dyta, sqaroj qytetarët, ti sa herë ke shkelur dhe ke ngrënë dhe ke pirë në lokalin e të dyshuarit për vrasje. Ti, kombinati i zotit Ahiri, e di shumë mirë, po se s'mund thua jo. Thua po se s'mund thua jo. Ke shkuar në lokalin e tyre, i ke miq. Unë nuk di nëse zotëria që shfaqet në këtë foto është fajtor ose jo. Këtë e vendos drejtësia. Por unë di një gjë të sigurt, që cili do qoftë rasti, cili do qoftë skenari, këta 4 njerëz këtu kanë lidhje, këta 4 drejtues të lartë policisë shtetit kanë lidhje me lvizjen nga detyra si shef komisariati të komisarit Dritan Lamaj. Këtë e din dhe të 2 ministrat, Oldashi nga njëra anë, zotëria tjetër nga ana tjetër, e din fort mirë këta të 2, prandaj rrin këtu sot. E di unë që e din këta. E di unë që kanë dieni për skandalin e parë në këtë histori, që është lvizja e komisarit Lamaj nga komisariati nr. 6 në roje të një zyre në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Zbulimi i autoveturës autorëve të krimit, gati e djegur krejtësisht në periferi të kryeqytetit, pranë fshatit Domje, dhe arrestimi i personit që ja kishte vjedhur atë një doganieri në qytetin e Durrësit, u duk sikur plotësuan të gjithë mozaikun. Por ditët në vazhdim, duket se në vend të hidhnin dritë mbi të vërtetën, krijuan një mjergull edhe më të madhe. Për sa i përket fotos, por ju them edhe gjë tjetër. Pyesni një çik kryetarin e minibashkisë 6, me kë është ortak në bizneset e tij, dhe ka lidhje, sepse i dyshuari, ju po merri, të lutem një sekond, ju po merrini me këtë çështje. Unë për atë fotografi në cilësinë e ministrit të Brendshëm
ju garantoj se kam urdhëruar të hapet një hetim i gjerë për të gjitha lidhjet e të dyshuarit për vrasje, qoftë me të gjitha ata që janë foto, qoftë edhe me të gjithë të tjerët. Por shifni sepse rezultojnë lidhjet e tjera, lidhjet ti ke ngrënë ta përsëris dark dhe nga ora 8:30 deri në 2:30 të kullat para 16 ditësh ta provoj. Dhe ti në sy të gjithë kombinatit ke hyrë në lokalin e të dyshuarit dhe ke ngrënë dhe ke pirë me 10 herë dhe ti në kombinat nuk mund ta thuash jos, pra ne e the po, se kombinati e di. Pra e gjithë historia e zhurmës rreth një fotoje të bërë në mars të 2011-s është një histori e juaja politike për të shkatruar procesin, por nuk do të mundeni. Dhe ja ku është konfirmimi. Pse tradhtia ka nisur në zyrat e qeverisë për t'i hapur rrugë konsumimit një krimi në rrugë. A kishte dieni kryeministri për atë që ndodhi me lvizjen e komisar Lamajt nga komisariati numër 6? A do qoheni këtu, zoti ministër, thoni çfarë dinit për këtë situatë? Dhe kujt i mjafton që dalin këta 4 zotëri dhe thonë heqim dorë nga hetimi? Kush beson që Agron Kuliçi nuk mban në dorë hetimet? Dhe kush beson që po jep ka dorëheqje nga hetimet dhe nuk do imponoj hetimet? Kush beson që personi dëshmitar në të vrasje, ai cili ju e keni marrë mbrojtje, është realisht në mbrojtje nga policia e shtetit? Kush beson, dhe çoni flisni këtu, që nuk janë paguar para për të lvizur komisarin nga komisariati numër 6? Them dhe emra, po duash. Dhe do të t'i them. Është një proces hetimor që po kontrollohet dhe po mbikëqyret në mënyrën më rigoroze të mundshme në bazë të ligjit dhe e vërteta do dalë shumë shpejt. Por ju e bët këtë, e sajuat këtë për të mbrojtur ortakun tuaj. Ju e inskenuat këtë lojë të fliqur vetëm e vetëm për të prishur hetimet sepse ju del ortaku juaj dhe alati juaj. Qeveria nuk siguron dot as jetën e policëve. Përkundrazi, luan me jetën e policëve. Dihet botërisht se kupola e policisë shtetit merr para për emrime në të gjitha nivelet e policisë. Por këtë herë ka dhëna të tmerrshme se merren para edhe për shkarkime komisarësh që flaken në rrugë dhe lihen në pritën e krimit. Media shkruan se është paguar lart në kupol për të larguar komisarin e sapo vrarë. Historia e fotografisë djeshme është rrënqesëse. Jo vetë fotografia, që mund të ishte krejt e rastishme, si shumë fotografi në këtë botë, por historia që pasoi me alibin e turpshme të zëvendës drejtorit përgjithshëm të policisë e me radhë të tjerëve, është një kulmim i degenerimit të shtetit ku realisht nuk gjenden më fjalë. Kamera e një lokali shumë pranë vendit të ngjarjes regjistroi gjithë skenën e krimit. Lëvizjet e viktimës para se ai të ekzekutohej, momentin e ekzekutimit, madje edhe minutat pas atentatit, kur kryekomisar Dritan Lamaj i jepte shpirti shtrirë në trotuar duke kërkuar ndihmë, por askush nga kalimtarët e tmerruar nuk i afrohej. Emisioni Xhungël shfaq për herë të parë gjithë skenën e krimit si ndodhi atentati, lëvizjet e vrasësve gjatë atentatit. Por filmimi mjaft i rëndësishëm i kësaj kamere nuk mund të identifikonte qartësisht imazhin e autorëve të krimit. Gjetja e BMW-s së autorëve të krimit gati të djegur krejtësisht, e bëri të vështirë zbulimin e vrasësve nëpërmjet gjurmëve të gishtave.
Pamjet që po transmetojmë dëshmojnë qartë se sa tragjike kanë qenë çastet e fundit të jetës së kryekomisarit Dritan Lamajt, i ekzekutuar vetëm 50 metra larg banesës së tij. Marrëveshja e realizuar paraprakisht në prillin e vitit 2013 midis dëshmitarit Arben Doka dhe prokurorisë, duket se u prish në verën e vitit 2014. Tashmë i dyshuari Arben Froku ishte ekstraduar nga Greqia, por në rrethana krejtësisht të çuditshme rezultoi se dëshmitari kryesor u zhduk pa lënë gjurmë. Edhe pse kishte nënshkruar një marrëveshje me prokurorinë dhe ishte marrë në mbrojtje speciale nga policia, dëshmitari kyçi i hetimit humbi pana me nishan. Ky lajm i publikuar në media pas pretendimit të prokurorisë në sallën e gjyqit se i kishte humbur kontaktet me dëshmitarin, shkaktoi një fortunë të vërtet politike. Partia Demokratike i kërkon prokurorisë së shtetit të nisë menjëherë hetime dhe të vërë përpara ligjit, përgjegjësit dhe çdo që është përfshirë në këtë pazar politik, në kurrizë të ligjit, në kurrizë të drejtësisë. Këtë radhë, dy kundërshtarët politik ishin ndryshuar pozicionet. Ish mazhoranca e djathtë që u akuzua në momentin e krimit se ishte implikuar me autorët, tashmë në opozit, drejtoi gishtin menjëherë te kundërshtari politik, që i kishte marrë pushtetin më 23 qershor 2013. Zoti Doshi, pse mungua sot në seancë? Kishim deadline e Mark Frokut dhe si ishte e nevojshme, ishte korumi mjaftueshëm me 79 vota për ato ligje që kaluan. Jo, nuk ishte sepse nuk u miratuan ligjet me shumicë cilësuar sepse munguat ju, ishte e qëllimshme kjo përveç ditëlindjes? Jo. Nuk kushte. Vetëm ditëlindja e Markut ishte shkak që ne nuk morëm pjesë në seancë. A është vërtet që keni kërkuar dorëheqjen e zotit Tahiri? Jo. Edhe në qovë se ne kena pak nasi me zotin Tahiri, nuk është e thanë se mund të bëjmë me protestë mos marrin në votim. Po kjo sa është ditëlindja e Armandës, do ta festojmë sot javë. A kishte sot apo jo? Jo, kishte Marku sot. Mjaftoi një deklaratë krejt rastësore, pas një dreke të një grupi deputetësh të mazhorancës që situata të merrte zjarr. Motivi i drekës së pamshme u tha se kishte qenë festimi ditëlindjes së deputetit Kristian Demokrat Mark Froku, aleat i mazhorancës së Majt dhe njëkohësisht vëllai i të akuzuarit kryesor Arben Froku. Sot u zbulua torta e ditëlindjes së deputetit Froku që e mbajti atë larg seancës së kuvendit të njëjtën e shkuar. Torta u shërbye dhe ishte humbja e kontakteve të policisë me dëshmitarin kyç në procesin e vëllait të deputetit Froku, i akuzuar nga prokuroria për vrasjen e oficerit të lartë të policisë. Opozita e djathtë, e fajsuar gati një vit e gjysmë më parë, nuk humbi rastin për t'u hedhur në fyt mazhorancës së re. Aludimi ishte i drejtë për drejtë. Madje edhe pse në të vërtetë nuk ishte ditëlindja e deputetit Froku, kaq mjaftoi që zjarrit i hidhe benzinë. Kjo ishte dhurata e kryeministrit. Humbja e kontakteve të dëshmitarit kyç me statusin i mbrojtur nga policia e shtetit është skandal i përmasave të jashtëzakonshme. Është instalimi në praktikë i metodave mafioze në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë dhe kryeministrin e vendit. Partia Demokratike e denoncon këtë akt të pastër të vënies së institucioneve të shtetit në shërbim të interesave kriminal të klaneve të këtij pushteti. Gati një javë më pas, kur prokuroria deklaroi në gjykat se ishte zhdukur në rrethana të paqarta dëshmitari kyç i procesit, Partia Demokratike reagoi ashpër. Madje opozita fajsoi direkt kryeministrin Rama, si njeriu përgjegjës për zhdukjen e dëshmitarit dhe prishjen e procesit gjyqësor për të shpëtuar vëllain e deputetit që e ka në koalicion. Duke dashur të bënte gjithçka të besueshme, opozita kërkoi që prokuroria të hetonte rrethanat dhe personat përgjegjës të këtij skandali të padëgjuar në drejtsinë shqiptare. Kryeministri Rama u akuzua se kishte interferuar në këtë proces për të shpëtuar miratimin e disa reformave që kërkonin votën e 84 deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama u faktua sot para gjithë shqiptarëve se është gati të shkel ligjin dhe të manipulojë një proces gjyqësor për vrasjen e një oficeri të lartë policisë vetëm e vetëm për të ruajtur karriken e tij. Nëse ky skenar do të shkojë deri në fund, siç janë të gjitha gjasat, ky është në të vërtetë fundi i shtetit ligjor në vend. Një ditë më pas, kreu i opozitës, Lulzim Basha, i shpërsoi akuzat ndaj rivalëve të tij politik. Ai nuk e humbi rastin për t'u kthyer përgjigjen kundërshtarëve politik, që i kishin marrë erzin mazhorancës së dieshme, me publikimin e fotove të tavolinës së çiftelisë.
shqiptarët po vetëdijson se jo vetëm që nuk do t'i mbajnë premtimet këta dy zullumqarë, por gjithmonë më shumë po i largohen e do t'i largohen për fajsimit të votës 23 qershorit. Sepse atë votë e kanë marrë edhe mendimin e krimit, e të mafjas, e cila sot kërkon haraqin, sot është në parlament, e ka guxim të kërcënojë dhe opozitën, pse si kaluan ligjet të njëjtën, sepse disa prej tyre s'kishin kohë të ishin kuvend, se po hanin tortën në ditëlindjen e Frokut, e torta u vonua. Cila ishte torta që u vonua? Zhdukja e dëshmitarit nga drejtoria e mbrojtjes dëshmitarëve është një skenar rrëqethës që të kujton mafjen më të zezë. Basha u paraqit para mbështetësve të tij duke drejtuar gishtin tek dyshja Ramameta, si organizatorja e këtij akti kriminal, që dëshmonte se tashmë dora e krimit kishte marrë kontrollin e shtetit. Presioni politik, më shumë se sa tek kundërshtarët, po jepte efekt në procesin gjyqësor të gjykatës së krimeve të rënda. Që ideuan dhe mundësuan ikjen drejtim të paditur të dëshmitarit Kyç, të mbrojtur nga drejtësia në procesin gjyqësor për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamajt, që po kërkojnë të nxjerrin vetë drejtësinë në gjyqjen e kriminalëve dhe të krimit, siç nuk ka ndodhur kurrë në një vend demokratik të botës. Përfshirja direkte e politikës në mbarvajtjen e procesit Lame bëri që skandali i zhdukjes së dëshmitarit kryesor të merrte për masa të mëdha dhe të kthehej në një çështje kryesore për 4 muaj me radhë. Kur opinioni publik nisi vërtet të besonte në zhdukjen e dëshmitarit, papritmas prokuroria e nxori atë nga strofulla ku ishte fshehur. Mjaftoi lajmi se në autoveturën e Fatmir Vladit ishte vendosur një minë telekomanduar, që ngjarja të kthehej sërish në faqet e para të gazetave. Përpjekja e policisë për ta mbajtur të fshehtë ngjarjen nuk dha rezultat, ndërsa identiteti i dëshmitarit të mbrojtur u bë publik nga i pandeuri Arben Froku nëpërmjet një telefonate nga qelia e burgut. Arben Frokun e kemi në lidhje telefonike nga burgu 302 ku ndodhet në paraburgim. Zoti Froku, përshëndetje, në ç'më mënyrë e keni identifikuar ju dëshmitarin, i cili nuk është paraqitur asnjëherë në gjykatë? Dëshmitari ka 8 muaj që e kërkoi, se vazhdoi seancat gjyqësore, rreth 25 seanca. Edhe unë po kërkoj atë dëshmitar para trupit gjykues, po ja kërkoj palës akuz. Por ato nuk është një kohë erdhi dokument nga zyra e mbrojtjes dëshmitarit, ku thotë dëshmitari ka ikur në drejtim të paditur. Pas një seri seancash, u detyrova bashkë familjarëve të tij, edhe u identifiku si person. Dëshmitari është pënuar për ato që ka bë, për gabimet e veta, edhe nuk do të dëshmojë, jo se i ka humbur kontaktet. Kjo është i gënjeshtër e palës akuzë. Froku deklaroi se dëshmitari nuk ishte zhdukur kurrë, por ai ishte penduar dhe prokuroria për t'i shpëtuar dështimin, sajoi humbjen e tij pa gjurmë. Biznesmeni Froku, tashmë i pandehur, hodhi dyshime të forta mbi besueshmërinë e dëshmitarit të prokurorisë. Madje ai akuzoi ish-drejtuesit e lartë të policisë së shtetit se e kishin fabrikuar për të shpëtuar veten. I pandehuri akuzoi të njëjtët njerëz që mazhoranca e sotme, dikur në opozit, i kishte pajësuar se ishin implikuar në vrasjen e kryekomisar Lamajt. Duket qesharake, por në fakt kështu ka ndodhur. Akuzohen të njëjtët njerëz, por ka ndryshuar vetëm pozicioni akuzatorëve politik. Kam njëri shumë të parshme, në një kohë se ai ka një të shkumet e errët, nuk do të flas më shumë, por as për ata as për familjarët e tij, se nuk s'kam se, por ai lunë kështu lëra fati, që ishte lënë sa let në sa pikat e mia, edhe ma sovi në aty, edhe deshën vete një pens, kishte një makinë. Unë i thash nuk du makinë, du para, por kaloj një kohë shumë e gjatë dhe pastaj hupi, sigur ka hup aty në palës akuzë, më ka hup edhe mu për lek. E kuptuat? Dëshmitar quhet Fatmir Vladi, në banim të në Tiranë. Mund një stomane ka pabanu, e njef shumë mirë, njef shumë para vitesh. Okej, zoti Froku, sa po nxorët emrin e dëshmitarit mbrojtur nga prokuroria? Po nuk ka i mbrojtur më, ai ka ardhur, ju shpjegova dhe ka ardhur i letër nga zyra e të mbrojturve, se dëshmitari ka humbur kontaktet. Nuk kanë kontakte me dëshmitarin. Ka ardhur në sallën e gjyqit.
Në kuptoni, Qartë? në sansët që kam bërë, para se në korrekt, po zgabohem, Po? se kam zhvillu 25-30 sansa. Kështu, edhe ka ardhi dokumentacion që kena humë kontaktet. Unë e prita 8 muaj, sa që keni humë kontaktet e vëzhejën, personja filani, Fatmir Vladi. Zbulimi i identitetit të dëshmitarit Kyç nga Arben Froku shërbeu si një magnet për të thithur akuzat e reja të opozitës së djathtë drejt qeverisë Rama. Partia Demokratike drejtoi gishtin mbi Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, duke i akuzuar se qëllimisht ja kishin shitur dëshmitarin mafia së veshur me imunitet politik për të mos dëshmuar në gjykatë. Jam sot para jush për denoncuar në emër të Partisë Demokratike dhe të mbar opinionit qytetar, shqiptarëve të lirë, një akt pa shembull të mafioz. Dekonspirimin e dhënave dhe identitetit plot bashkë me foto të dëshmitarit Kyç në procesin më të bujshëm gjyqësor në vend sa i përket krimit organizuar për vrasjen e komisarit Dritan Lamaj nga qeveria e Edi Ramës. Në media, gazeta, televizion, rrjeta sociale, sot është publikuar emri, mbi emri dhe foto të identitetit të dëshmitarit të mbrojtur drejtësisë. Kryetari i opozitës, pa e vrarë mendjen për mbarvajtjen e procesit, deklaroi se shteti tashmë kishte rënë dhe se vrasit e kryekomisar Lamajt nuk do të zbuloheshin. Më shumë se sa fakti se i besueshëm është dëshmitari, politikës i interesonte përdorja e zhdukjes së çuditshme të tij për kredibilitet politik. Ky kompromentim i menduar dhe ekzekutuar me gjaktotësi nga qeveria është skandal që kalon për masat e çdo imagjinate. Edhe në shtetet më të dështuara të botës, edhe regjimet më të dështuara të botës, dëshmitari i drejtësisë mbrohet. Rënja e dëshmitarit Kyç në një proces gjyqësor për vrasjen e një komisari policie është në fakt rënja përfundimtare e shtetit, kapja e tij, dorëzimi i tij në këmbët e mafjes së lidhur me politikën. Edi Rama dhe ministri i tij i Brendshëm janë personat që kanë urdhëruar nxjerrje në rrugë të zbuluar dhe pa mbrojtje të dëshmitarit drejtësisë. Edi Rama e ka urdhëruar këtë akt kriminal mafioz për llogari të aleancës tij politike me mafian në kuvend.